Rubbe kelimetin la yulqi laha balen min sakhatillah. Rubbe kelimetin la yulqi laha balen min ridwanillah. Mund të jetë një fjalë që njeriu si kushton në rëndësi, mirë pa aty është kënaqësia e Zotit në atë fjalë, e njeriu e fiton xhenetin. Dhe mund të jetë një fjalë që ky si kushton fare rëndësi, aty është hidhërimi i Zotit, bën diçka që i hidhron Zotin me fjalën që thotë, dhe zhytet në zjarrin e xhenemit 70 vite pa pushim, pa ndar Zotin. Pa për një fjalë njeriu mund të fitojë xhenetin, po ashtu mund të fitojë dhe xhenemin. Për këtë arsye njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm. Nuk po flas këtu për gjuhën dhe rreziqet dhe problematikat e gjuhës, nuk është kjo tema. As nuk duhet që të dal nga tema. Dua të them që janë aty të dyja. Për këtë arsye thoshin burrat e moçëm, mos neglizho, mos në mbledhso për punëve të mira asgjë, se aty mund të jetë. Po as për të këqijave mos në mbledhso dhe mos neglizho asgjë, se aty mund të jetë. E nëse ndodh që gabojmë këtu ose këtu, pendohu, ktheu, Zot më fal, edhe kthehen çdo gjërat ashtu siç kanë qenë. Pasi Zoti më, sado që të bësh ti, sado që dalësh ti, sado që ti te kalosh caqet dhe kufit, në momentin që thua Zot më fal, Zoti të fal. Argumenti, po ta japim argument nga Kurani. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wa kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Garoni për xhenetet e Zotit se gjerësia e xheneteve është më e madhe se sa gjerësia e qiellve dhe e tokës. Allahu i ka përgatitur për njerëzit e devotshëm, për ata që japin kur kanë dhe kur nuk kanë, kur janë mirë dhe kur janë keq. Ata të cilët e mbajnë hidhërimin, ata të cilët i falin njerëzit, Allahu i do bamirësit dhe bëmirësit. Ata të cilët kur bëjnë në një fliqësi, po mirë, Zoti po flet për xhenetin. Ata të cilët kur bëjnë në një fliqësi apo punë të shëmtuar, me njëherë kujtojnë Zotin dhe i kërkojnë falje atij se nuk ka Zot tjetër që mund ta falë njeriu përveç atij. Dhe Zoti i fal. Zoti këtu në këtë ajet kuranor po flet për njerëzit më të mirë, më të devotshmit. Megjithatë tha për ta: "Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Ata të cilët kur bëjnë ndonjë fahishatan, do të thotë punë fllihur dhe e shëmtuar. Pra pse njeriu mund të bëjë një punë të fllihur apo 2 apo 3 apo 5 apo më shumë apo më pak, nuk do të thotë se del nga devocioni dhe devotshmëria, por e kushtëzuar me kujtimin e Zotit, me faktin që nuk mund të ma fali këtë gjë vetëm se Zoti i gjithësisë. Dhe kthehen tek Zoti dhe të pendohen tek Allahu xhallal xhelalu dhe nuk e bëjnë tradit mëkatin. Dhe nuk e bëjnë tradit mëkatin.